Ju përshëndesim, mirë se erdhët nga këndi ynë i gatimit. Mirëmëngjesi zonja Vjolca. Mirëmëngjes Niki, ju përshëndesim të gjithë ju që po na ndiqni dhe mirë se erdhët në emisionin tonë. Kishe për të thënë gjë tjetër? Jemi gati jo fare, jemi gati vetë të shoh pak kështu në gjendje virozësh. Atëherë sot do të përgatisim makarona furre me domate dhe mozzarella. Ku bëhet fjalë për mozzarellën, gjithmonë është prezent edhe borziloku, jep një aromë, jep një shije. E bëj këtë recetë, mbasi dhe sot një javë, unë kam prur përsëri pastiça, por me patlıcan. Nuk është kusht që ne domosdoshmërisht duhet përdorim qumësh, beshamel dhe këto përbërës për të bërë një makaronë. Bëhet fjalë gjithmonë për makarona di vela. Zgjidhja për këtë lloj recete mund të jenë pene, mund të jenë se deshikapa, këto i kam zjerë, i kam bërë gati. Mund të jenë pene, mund të jetë makaron dhe e vogël fare, tub, çfarë do lloj makarone. Mund të jenë dhe bukatini që ne i përdorim për pastiçe, por që të jenë me vrim në mes dhe sa më e madhe të jetë kjo vrim, atëherë aq më mirë do të vendoset salca brenda në të. Pra, kemi një pako makarona që unë e kam zjerë jo për 10 minuta, sa duen zjerë al dente, po i kam zjerë për 8 minuta, për arsye se do të vazhdojmë përsëri zjerjen. Kemi 500 ml, një kuti, një shishe, pure domate. Zgjedhja është e juaja, unë i kam këtu në stendën time. Kemi një spec të kuq, ishte shumë i madh ky speci, e lash pak, 3 thelpi hudhër, kemi borzilok, kemi 220 gram, 2 topa mozzarella. Të prera në feta. Vazhdojmë përsëri me parmigianin që kemi blerë. Kemi për të grirë pak parmigian sipër. Kemi domatet që do të më ndihmojë Niki, do të mi presim në gjysmë, dhe ullin dhe rigon. Patjetër dhe vaj ulliri altis për t'i dhënë një shije akoma dhe më të mirë, një aromë dhe çdo të hani. Provojeni se do të mbeteni të kënaqur. Atëherë nuk do të vëm asnjë gjë në zjarr për përjashto makaronat që unë i kam zjerë. Marr një dras. Po, ja dhe thikën. Mikse kjo thika më duhet mua. Marr një tjetër. Domatet ta bëjmë në mes. Fillimisht, unë do të grij hudrën në grimca të vogla. Dhe do t'i bashkoj në një tas të vetëm specin, hudrën. Niki, majtë mua atë se nuk pre do të ty. Kjo është thika jote. Kurse unë punoj më kollaj me këtë. Pra, hudrën, të gjitha të gjalla. Vetëm makaronat, unë i kam zjerë, thash, jo 10 minuta, 8 minuta. Ja, hudrën të coptuar, të grirë, do t'i hedhim në një tas të gjitha specin, mendoj që mjaft specësh, nuk duhet atë projmë do njëherë me ingredientët, e vërtet kam për një spec, po një spec me catar, kjo spec ishte shumë i madh. Edhe kur bëhet edhe në copa të vogla, duket pastaj një tas plot. Po, shumë faleminderit, edhe ullint, edhe jemi gati. Do t'i ndajmë në unaza, besoj, apo një në mes? Në tresh, në dysh, si të duash ti. Edhe në dysh mund t'i vendosësh. Ja. E grim hudrën imët, pra. Asgjë në tigan, të gjitha drejtë në furrë. Se thash sot të mendoja dhe qik për fëmit të bënim dhe... Përfshirën edhe të perimeve në tek makarona. Mufin ose kek të vegjël, por jo të ëmbël, të kripur. Do jetë recet tjetër. Mendova se të përmendoje për fëmijët te kjo receta. Recet tjetër kam dhe një tjetër. Janë 3 receta sot pra. Pas kemi shumë punë në kuzhinë. Hedhim dhe hudhrën. Është mirë, madje kusht në këtë recet, që gjethet e borzilokut nuk do t'i grim me kështu. Me thik? Por me dorë. Ja, do t'i coptojmë kështu, e nxjerr akoma më mirë aromën. Sa e thjeshtë është. Anvisat sa të vinë nga puna, sa të shtrojnë soprabezin, sa të bëjnë një salat, se shkon shumë me një salat. Zgjedhja është e juaja për salatën nga receptat që kemi prur ne, nga ato që dini vetë. Anvisat, ja, borzilokun. Po. Interesante në fakt, se kemi thënë dhe disa herë të tjera, zonja Vjolca, më mësuar që makaronat t'i gatuajmë ashtu thjesht, nuk e përgatitur në një salcë ose, po pse jo, mund t'i përdorim edhe në furrë.
Në furrë mund të jetë një tavë si pastiqe shumë e shishme. Nuk kam të gjithë një orar. Dhe me thënë të drejtën unë në shtëpi edhe i përgatis shpesh. Nuk kanë të gjithë një orar. Makaronat është mirë që sa të gatuhen të servime. Të ngrota, si që. Ndërsa kur i bën kështu, mund t'i hash dhe të ngrota, mund t'i hash edhe pak të ftohta, mund t'i hash dhe të vakura, po dhe mund t'i ngrosh më kollaj se sa kur janë makarona. Atëhere, këtu do të hedhim 3-4 lugë vaj ulliri. Tek pureja e domates, edhim edhe që këtu, një lugë po e le për këtu, ma hapë një kime një furqe. Do shtrohen edhe ka nevoj që të ketë pak vaj ulliri në fund, i mban edhe të buta. Tani, një lugë, ja, ku e kam një lugë, me gjithë se është lugë e përshtatshme. A di që do t'i vazhdojmë tani me shtrimin. A di që filloj në morë lugë. Ja, e trazuam vajnë e ullirit, kështu si që është. Do të hedhim një lugë kafe rigon. Që mos t'i bezdisan visat. Një lugë kafe, ja, një lugë kafe ka që është. Rigon. Pak krip. Krip kemi hedhur dhe ke makaronat, kur i kemi zjerë. Dhe tani do të hedhë nga kjo mas, një garusht. Do edhësh një fillimisht salcën. Pra puren, si thuash. E vendosë që të më shohin ambisat, se sa thjesht do t'a bëjmë në këtë tavë. Me thonë të dim për bërstit edhe radhën e përgëdërimit të tyre në një recept. Pra, tek pureja i domates do të hedhim vetëm vajnë dhe rigon. Dhe lyejmë komplet tavën poshtë. Më shumë do të lëmë për pjesën e sipërme, për nga sipër, ja kaq, një të tretë. E lëmë këtu. Tani gjithë këto për bërësit. Pra specin, hudhrën, borzilokun. Po, i trazoj së bashku. Dhe do të hedhë dhe këtu pak. I trazoj së bashku. Dhe marrin aromën e njëra tjetrës, një aftushëm. Do të hedhë dhe pak mozzarella. Ja, këto të dyja. E do të shkrim më pasë, po, sigurisht. Tani, do të hedhë makaronat. Sigurisht, jo të gjitha, apo të gjitha do t'jedhësh në këtë... I nëzë të gjitha një pako. Mendova thash mos i bëje ndonjë stres tjetër me... Apo jo s'ka lidhje me stres tjetër. Një stres do t'jetë vetë. Okej. Aty kemi një pako makarona. Po, një pako. Një pako, ja e hapim kështu mirë. E trazojmë një qik. E rëndësishme është që t'je në fund, se tani, unë komplet salcën. Do hedhësh nga sipër, besoj. Do t'a hedhë sipër. Do hedhë në fillim këto. Specin edhe përzierin që bën me borzilokun dhe me hudhrat. Ka ende mozzarella, ka ende domatet qershi, janë ullint. Po. Të lutem, Niki, mozzarellën, ma prit në copa më të mëdha, në 4. Prite atë në 4. Tani mundohemi që të najzër komplet si përfaqen pjesa e salcës. Po, edhe ato pjesa e tubit nga brënda e makaronave do të mbushet me salcën. Kur fillon që të zjej, se nuk më piksen këto për njerë, më kupton? Po. Fillon zjerja dhe këto të gjitha mbushen mirë nga i hapim kështu me lugë. Po. Është pjesa e mozzarellës. Dhe bëhet si më elastike ato. Ne vërtet s'kemi këtu qumësh edhe vezë, po është pjesa e mozzarellës që ato kur shkrim, i në gjithë më njëra tjetërën. Ja. Ja. I marim kështu si nga brënda, që të lyhen që... Po, edhe nga ato pjesa e poshtme dhe pjesa e sipërme, i bëri gjitha efektet. Dhe sa e shishme që është, kur ta gatuani do të më kujtoni. Largojmë tasat dhe shojmë tani shtresat e fundit, besoj, do jetë tani. Tani do të vendosim tomatet, duke i vendosur, ja, kështu. Përmbysë? Në tomate e një mozzarella. Ja, së shkushtë, po i vendosur kështu, që
edhe është pjesa e sipërme, megjithëse do të hidhet parmigjan që të granitohet. Unë gjithmonë këtë granitimin e bëj në çdo recetë, edhe aty ku s'është e vendosë, se Nikit i pëlqen I bën shije, jep shije dhe i bën mirë shumë pjesës së poshtme, ajo granitimi është, madje ka njerëz që pëlqejnë shumë atë koren e shishme që merr atë ngjyrën e kuqeremt. Ja, të gjithë ne zjemi për atë koren këtu. Ja. Dhe këto ishin përbërësit, kjo ishte tava, mjafton që t'i keni makaronat të zjera jo deri në fund të minutazhit të zjerjes së tyre, pra jo sa që kanë të shënuar në etiket, këtu e kanë 10 minuta, zonja Vjosa e ka lënë diku te 8 minuta, pra 2 minuta më pak, në mënyrë që pjesa që do të kalojnë në furr të mos i thaj, si thuash, më tepër se sa duhet. Është e vërtet. Dhe me përbërësit e tjerë që shumë fare pak rigon. I ndoqët, pak fare. Dhe tani është pjesa e parmigjanit. Do t'ja grishu sipër apo ta hedhësh në një tas? Grirse. Jo me atë grirse në holl, me një grirse pak më të plotë. Po. Ja dhe parmigjani. Dhe u bë dreka, ndërkohë anvisat gjatë kësaj kohe që tava piqet në furr, mund të përgatisin sallatën, mund të përgatisin tryezën me gjithë elementet e tjerë të shtrimit, dhe ne ua bëjmë ditën më të thjeshtë, momentet si thuash e gatimit, tani e të përkushtimit. Mund të shikoni ç'të doni, mund të dilni për kafe me mikeshat. Kjo ishte ndihma. Sa minuta i duhet tavës, zonja Vjosa? Po 20-25 minuta, sepse makaronat po thuaj se janë të gatuara. Salsa pureja që ne kemi këtu është e gatshme. Nuk do shumë, mjafton sa të shohim që do të shkrihet ky djathi dhe ka kaluar ai 2 minutë që i makaronave. Dhe nuk i duam qull, më kupton? I duam që makaronat të shndrojë ashtu siç është. Dhe kjo është receta e parë. Unë po e vendos këtë recetë, pra po e vendosim divelën në furr. Po, në furr. Tani bëjmë gati përbërësit për një recetë tjetër. Përsëri jemi ke mielli i divela, ashtu si dhe makarona. Dhe do të vazhdojmë. I afrojmë atëre në tryez. I afrojmë në tryez përbërësit. Unë do doja që në fakt të përblidhja edhe njëra ato përbërës që futëm në furr, të përblidhja një herë menu. Atëherë. Ti lexojmë aty apo i kemi në menu, ja e shohin edhe anvisat në ekranin e tyre. Makaronat e furrës me domate dhe me mozzarella, për cilat kemi përdorur sot makaronat divela, penet, 500 gramshe, 230 gram mozzarella, 200 gram domate e qershi, 3 thelpinj hudhër, borzilok, një speci kuq, 500 ml salcë domateje, 3 luggjelle djath parmigiano, 4 luggjelle vaj ulliri, 2 luggjelle ullinj të zinj dhe krip piper i zi rigon, në erëzat të cilat u përdorën gjatë gatimit. Kjo ishte menuja. Tani është momenti për publicitet, në mënyrë që ne të fillojmë qetësisht me recetën tjetër, është momenti shkurtër publicitar dhe rikthehemi për të vazhduar me recetën. Jemi ende në pjesën e parë. Dhe bëhemi gati tani, bashkë me zonjë Vjosa, për të përgatitur mini keks. Zonja Vjosa, me përbërësit që do t'i lexojmë dhe do t'ja tregojmë tani anvisave dhe zonjave të shtëpish, veçanërisht nënave të cilat mund t'i përdorin këto receta për fëmijët e tyre, për t'i marrë në shkollë, për të shmangur ushqimet e shpejta, si të thuash fast food, apo sepse këtu do të përfshijmë edhe perimet, edhe bulmetin, proteinat që marrim nga veza, gjithçka. Po, atëherë. Përbërësit janë vazhdoj unë me kungujt. 2 kokra vezë. Duke i lexuar, duke i gatuar, si të thuash përbërësit. Do të hedhim 60 gram vaj. Unë kam vaj në ullirit dhe sigurisht i bërë në të shishme, kungulli me vaj në ullirit shkon shumë, por ai që nuk ka, vaj në ullirit mund të hedhi dhe vaj flora. 60 gram vaj. Një vaj të dhja së bashkë. Unë këtu kam qikë më shumë qumësh, 100 ml qumësh.
sa thash, 60 gram, jo, 60 ml vaj, më falni. 60 ml vaj dhe 100 qumësht. 100 ml qumësht, 2 figjan kafeje. Këtu kam qik më shumë, kështu ta lë pak. Shumë. Do të hedhim një lugë, unë kësha nëzirë një lugë këtu. Lugë të zakonshme, pra kemi idhur vezët deri më tani dhe vajin dhe qumshtin. Të prerë me sheqer. Pa. Kur i themi të prerë, jo me maja, ja kaq. Sheqer nuk janë të ëmbla, absolutisht, dhe një lugë kafe, që i bje një maj, krip. I trazojnë për sëris të bashkë. Mjafton njerë këto, i dëm këto njerë. Do të më bësh Niki edhe djathin, 50 gram djath kaçkavall të but, të mosur. Edhe djathin në të njëjtën madhësi, formë me kungujt. Tek mielli do të hedhim një lugë kafe plur pjekës. E trazojmë. Dhe fillojmë hedhim gradualisht këtu. Derisa të na bëhet një masë kremoze, jo shumë e hollë, por jo dhe të rarë si brumë. Me të gjitha këto përbërës që kemi mbaruar. 5 minuta mund të bëhen këta. Vazhdojmë përsëri, edhe me pak miell, 220 gram miell, 220, 230 do miell, jo më shumë. Ja, kur e shohim që na u bë brumi kështu, do hedhim një pik fare qumësh. Dhe brumi do të filloj të bjeri gradualisht. Edhe djathi është gati, do të edhe tani djathin? Po. Ja, kaq duhet brumi. Pra, kur të merret me lugë, ajo të bjerë nga luga, pra ka shumë me këtë sy po e shohim. Tani, i qoj këto unë në levaman, të shprejnë që këduart. Po largojmë aty në këtë pjesë që nuk në duhet. Neki mahis djatin aty. Tek brumi do hitet edhe djathi, apo jo? Pra, një cop djath, të prerë në kubik, e hedhim edhe tek pjesa e brumit, bashkë me besoj edhe kungujt, apo? Po edhe kungujt. Edhe kungujt të prerë në kubik të vergjë. Mos ma ke hequr atë lopatën e vergjë? Jo, nuk e kemi marrë këtu. Mos e kemi... Ajo që të shërbem për ta marrë si të gjithë brumin, në? Hodhëm dhe djathin, hedhim edhe një kungull nëse kungulli është normal. Nëse janë shumë të vegjël, do të hedhim 2 kunguj. Ja. Ne kishim 2 kunguj të vegjël në fakt. Shumë të vegjël, dhe prera në kubik, po aq të vegjël edhe. Dhe ka që ishte gjitha tani, na duhet një tepsi me forma, vendosim letrat mbi të, dhe do të hedhim, jo të mbushim plot, po 3/4 edhe një lugë Niki tani. 3/4 e se cilës prej kupave do të mbushim. Ja. Pra një lugë. Mjafton. Do të vendosim edhe këtë tepsi në temperaturën 200 gradë. Të nuk mbushen plot zonja vezës që mos fryen nga vezët, që të jetë në lartësinë e Një lugë është mjaftueshëm. Po. – 180 gradë për sa minuta do të qëndrojë? Jo, 200 gradë. 200 gradë, po. Për 20-25 minuta e shohim. Varësi edhe të
furrës së anvisave, furra jonë është çik më... Po, tensioni sigurisht, gjitha. Ja, kjo është e gjitha, Vanova? Absolutisht. Në pjesën e parë kemi përgatitur të dyja recetat, edhe makaronat e furrës me domate dhe mozzarella. Unë do t'i lexoj edhe një herë përbërësit, se kam përshtypjen se anvisat që po na ndjekin, nuk ka disa prej tyre që nuk e kapën ndoshta dot me përbërës, me tabel për ta gatuar. Këtë recetë e shohim të përgatitur në këto momente dhe sigurisht do t'i bëjmë dhe asaj një përmbledhje. Pra, makaronat e furrës me domate dhe mozzarella, të cilat i kemi vendosur për t'u pjekur dhe në pjesën tjetër do t'i servirim, do t'i shijojmë. Kishin 500 gram makarona di vela pene kemi zgjedhur për këtë recetë, 230 gram mozzarella, 200 gram domate qershi, 3 thelpinj hudhër, borzilok, një spec i kuq, 500 ml salcë domateje, 3 lugë gjelle djath parmigiano, 4 lugë gjelle vaj ulliri, 2 lugë gjelle ullinj të zi, krip, piper i zi, rigon. Tani kalojmë tek receta që zonja Vjollca po i jep fund, si të thuash, po i mbush të gjitha xhepat apo mbajtësit, kupat e mini keks të kripur. Dhe masa që kemi dhënë është fiks për 12 kupa. Për 12 kupa, mund t'i vendosim aty në dollapa, në frigorifer dhe mund t'i konsumojmë për gjatë javës, mund t'marrim nga një me vete, sidomos fëmijët. Kjo është një recetë që sigurisht edhe për ne, për të shoqëruar qoftë edhe një pasdite, qoftë edhe një, nuk e di, një vakt tjetër, zonja Vjollca, por veçanërisht për fëmijët që të marrin në shkollë. Por unë qëllimi im ishte për fëmijët që shkojnë në shkollë. Sepse në këtë mënyrë kemi përfshirë fëmijëve edhe perimet, mund të jetë në vend të kungullit një perim tjetër, për shembull fjala vjen që mund të znësohet nëse anvisa duan të znësojnë, por ideja është që ka edhe proteinat e vezës, perimet, qumshtin, një ide e mirë për mëngjesin e fëmijëve. Pra, kush ka më pak kjo? Edhe pak kjo tjetra këtu. Edhe atë tjetra dhe është fiks për 12 kupa, si që shikoni, komplet tasi përfundojë. Pa. Do të kemi mundësi që në pjesën tjetër t'i shkënojmë përbërësit edhe në tabel, ku do të shënojnë dhe përbërësit e një recete tjetër, unë pash thjerëzat diku nga përbërësit që zonja Vjollca përgatit, këtu të kemi thjerëzat në pjesën tjetër. Të dyto receta ka nevoj për një salat, dhe unë kam zgjedhur një salat shumë ndryshe nga gjitha salatat që kam për ty, këtu, por pjesë përbërëse, salatës është thjerëzat. Unë do të vazhdoj gjithë vitin, derisa të gjithë shqiptarët të blejnë thjerëza, dhe t'ja u dinë vërtet... Mos i neglizhojmë, edhe fasulet edhe thjerëzat, pra legumet në përgjithësi. Përveç thjerëzave, kemi dhe panxar të kuq, që unë paraprakisht e kam zjerë në 35-40 minuta, jo ta zjeni shumë, se panxari është një përbërës ku bët ai lëngu që thonë lëngu jetës, që e pinë të gjithë dhe kombinimi me ka vlera ushqimore shumë të mirë, është i pasur me vitamina K, është i pasur me antioksidant, që të them. Të gjithë të mirat i ka. Aq më tepër dhe në një ditë që është e shënuar dhe që na bëjnë mirë ushqimet, ka shumë rëndësi mënyra se si ne ushqemi edhe për shëndetin mendor, për mirë funksionimin e organizmit, pra gjithçka është ajo çka ne ham, atë reflektojmë. Për këtë, pikërisht për këtë janë thjerëzat më të mira. Janë thjerëzat më të mira. Ato është shumë interesante edhe mënyra se si ne i sjellim në ditë të caktuara. Tani po i vendosim edhe mini keks për t'u pjekur. Po i vendos njerë dhe më pas përshëndetemi me anvisat, do t'jemi... Në temperaturën 200 gradë, edhe mini kekët me kungull, temperaturën 200 gradë për 20-25 minutë. Okej, shkëputemi, takojmë pas pak në pjesën e dytë, ku do të gatuem, do të shijojmë, do t'jeni tani në fleshën informativ me kolegen Armera Felko. Mirë se erdhët, është pjesa e dytë e këndit të gatimit. Kemi sistemuar të gjithë përbërësit gjatë kohës që u shkëputëm për recetën e radhës. Ndërkohë në tabel kemi shënuar recetën e kekëve të vegjël të kripur me kungull, por receta që do të prezentojmë tani do të shoqëroj të dyja recetat që kemi në furr, apo jo zonja Vjollca? Po patjetër. I shohim çik ato kekët e vegjël? I jedim se janë fryrë, janë bërë shumë topolak të bukur. Do të marrin dhe ato ngjyrën tani të kuqerem që të bëhemi gati për t'i servirur. Këtë recetë do ta shoqërojmë me një sallatë, edhe të parën, edhe të dytën. Edhe makaronat e furrës,
edhe mini kekët e vegjël me kungull që janë të kripur. Për të realizuar një salat super të shëndetshme, kemi 500 gram këtu panxar. Unë e kam zjerë dhe po e prisja në kubik. Kemi 60 gram arra, të cilat unë po i karamelizoj me sheqer. Por, mund të karamelizohen edhe me mjalt, e vendosim kaq, pastaj në furrë, i lëm derisa të thahen mirë, i nxjerrim, i vendosim në një letër kuzhine, të lutem Niki, ma hapë çik të kujdesem. Po si që është në tryezë? Po. Dhe arrat unë i vendos këtu. Këto edhe kështu si që janë zëja vjull, sa kanë një shije jashtëzakonisht të mirë. Kështu në këtë moment, jo të nxehta, po kur ftohen që bëhen tamam si karamele. Po, ashtu bëhen. Ngrin edhe bajamet nëse i karamelizojnë, dalin shumë të shishme. Dhe të gjitha frutat e thata, lajthit, mund t'i karamelizojnë po bajamet edhe arrat. Veçanërisht janë të shishme shumë. Që të them. Atëherë, këto i lëmë që të laftohen, se nuk mund t'i... Themi dhe përbërësit e tjerë të salatës. Pra, 500 gram, ishim ka arra, 2 lugë sheqer, 500 gram panxar, kemi 2-3 qep të njoma, ku do të përdorim edhe bishtat, kemi pak kopër, kemi 200 gram thjerza, po 200 gram në këtë moment, bën qik më shumë, në qik më pak do të vendosim, 2 filxhana kafeje, edhe të shtojnë edhe shtojnë. Kemi pak djath, dhije, është mirë që djathin e dhis ta konsumojmë shumë, pastaj këtu në rresht të parë kam vendosur të gjithë përbërësit që do të bëjmë salcën, atë dressingun që thuhet, po salcë shqip më mirë them, 1 lugë gjelle mustard, 1 lugë gjelle mjalt, 3 lugë gjelle uthull, ai që se do shumë të fortë edhe 2, por uthulla duhet të jetë uthull molle. Krip piper të zi dhe 4 lugë vaj ulliri altis. Dhe salata do të jetë shumë. Edhe ko që e quan salat, sepse është një pjatë e shëndetshme me të gjitha vlerat më të mira që mund të marrim, sepse nëse themi salat, do njërë interpretohet se është salat edhe nuk duhet konsumojmë diçka tjetër. Po jo, kjo edhe kështu si që është, sepse thjerëzat ne dim që kanë burim të madh vitaminash, proteinash, fibrash dhe sigurisht na bëjnë shumë mirë për shëndetin. Atëherë, i presim në kubik, po i kap kështu çik si me maj, se s'kam vënë doreza. Edhe ajo ngjyra e panxharit mbetet. Po, sigurisht mbetet një çik. Për pak. Po, i lajmë duart. Nuk do të gatuhet në tas salata, po unë po i hedh njëherë në tas, pastaj do të vazhdojmë t'i shtrojmë një pjatancë. Salata është e përbashkët për 4 persona, edhe pse ka kaq përbërës, nuk është se kushton shumë shtrenjtë, aty jemi ke 500 lekëshi. Jo vetëm në ditën e sotëm, po edhe në recetat e tjera, po shoh ndërkohë të dyja furrat që i kemi në punë e sipër, njëra për makaronat di vela në furr, me mozzarella, me domate qershi, me salcë pure domateje, me borzilok, me ullinj, me djath, parmigjan, që cilën e hodhëm në fund fare për të granituar. Pra këtu kisha 4 panxar. Një panxar për persona. Tani të shprejmë qik duart dhe të vazhdojmë. Tani gati janë përbërësit, përveç qepëve që do t'i presim edhe do t'i sistemojmë së bashku me përbërësit e tjerë, pra kemi panxar, kemi thjerza, po i lezoj shpejt e shpejt sa do janë pjesë të vitë bëjmë i gati, qep të njoma, koper, djath dhije, piper të zi, uthull, mustarda Hellmann's dhe mjaltë. Zonja Visa, mjaltë e kemi këtu. Po, mjaltë. Sigurisht edhe arrat, në frutat e thata kemi përzgjedhur arrat sot të karamelizuara me 2 lugë sheqer. Tani ne do punojmë këtu, duke vazhduar punën dhe duke i vendosur përbërësit në pjatë. E nisim me panxarin, pra. Po. Është një pjatë e bollshme për të gjithë pjesëtarët e familjes. Do të hedhim thjerëzat.
janë të zjera edhe i ke zirë vetëm me pak krip, besoj, jo? Po. Por, është kusht për ndonjë që nuk na ka dëgjuar, ndonjëherë, unë e kam thënë dhe vazhdoj ta theksoj, që thjerëzat nuk duhen zjerë në temperaturë shumë të lartë. Sa herë të kemi thjerëza, ne do ta themi këtë për arsye se duhet ta dinë anvisat se i del lëkura dhe nuk kanë. Po, plasin ato. Shoh që këto janë të rregullta dhe e largojmë këtë. Tani. Kemi këto dy përbërës këtu, e largojmë. Këtu fillimisht do të përgatisim mustardë, salcën, që do hedhim fillimisht mustardën, sa luggjelle është e hapur ose një luggjelle, po, ja. Ja, me sy, kaq është një luggjelle, ja dhe një çik. Se është mjalti që e rregullon aciditetin apo. Po. Kemi dhe vajin e ullirit, se gjithmonë ne e përdorim këtë paketim për sallatat veçanërisht, i njëjti është vaj ulliri, po thjesht paketimi është më komod, si të thuash i... Kemi një luggjelle mjalt. Vajt, po. Kemi... Pak uthu. 1, 2, 3. Pak krip. Razojmë qikë kështu këto. Të bëhet dhe të... Pastaj do të rregullojmë. Aromatin një tjetër për të bërë dhe më kremoz dhe homogene si salcë. Piper të zi, të freskët gjithmonë. Dhe i largojmë këto përbërës që përfunduam. Një sy niki këte. Ka filluar të skuqen mini keks, që mund t'i lëmë dhe pak edhe mund t'i servirim, t'i sjellim këto. 4 luggjelle, vaj, ulliri, altis. Unë kam këtë vajnë posaçërisht për sallatë. Ja. Pra kemi përgatitur salcën, kemi edhe për të vendosur tani në pjatën, në pjatancën e madhe bërës të fundit. Është një sallatë që mund të konsumohet edhe ngrohtë, edhe ftohtë, sipas preferencave tuaja. Sepse duke patur parasysh panxharin që ne përgatisim në ato kavanozët me erëzat majdanozin edhe këto dhe që më konsumohet i ftohtë e kanë fjalën. Po. Detyrimisht edhe kjo sallatë jo, kjo mund të konsumohet edhe ngrohtë edhe ftohtë. Edhe ngrohtë edhe ftohtë. Njësoj se është panxhari them që reziston. Nëse do ishte një perim tjetër, ndoshta kur ishte i ftohtë, ndoshta edhe mund mos konsumoshe i ftohtë. Po, kombinimi i thjerëzave me panxharin ideal për shëndetin e mirë të organizmit, veçanërisht sikur e përmend dhe zonja Vjolca, edhe për trurin na bën mirë. Neve kemi folur sot për ushtrimet, palestrën e trurit, ushtrimet që do të favorizojnë një përqendrim më të mirë edhe një shëndet mendor më të mirë për të gjithë ne. Tani vazhdojmë hedhim edhe qepët, me të mbaruar, do të kemi edhe një material zonja Vjolca. Po, qepët do t'i grim të gjitha, ha? Edhe jeshilen edhe të bardhën. Edhe jeshilen dhe të bardhën. Dhe japin goxha shije dhe na bën shumë mirë. Qepa, sidomos tani në këtë moment, na bën shumë mirë. 3 qep. Dhe është akoma në sezon, ë? Po, patjetër. E freskët akoma. E presim në unaza të vogla, ë? Ja i lash këta. I lëm këto? Nike? Këto si gjithmonë ne i lëm dhe bashkë me perimet të tjera ato zien dhe ju merr lëngun, no? Asnjë gjë nuk hidhet. Absolutisht jo. Qepa dhe kur fenjom edhe kur e gatuajnë, me koprën shkon shumë. Po. Kombinimi të dyjave aromave të jep atë freskin. Tani? Duket sikur je në pranverë. Hedhim dhe këtu. Dhe shikoja këto janë ngrirë. Ato bëjnë kështu. Miki, po duhet ftohen edhe një qik. Do të mbledhen komplet ato. Ja, ato bëjnë kështu. I fermojmë kështu. Jo shumë.
Po duhet të ftohen që të sarmohen. Duhet të ftohen, se kur ftohen sarmohen shumë kollaj. Ta provoj njërë? Ta provoj shumë të mira, në fakt. Bile e zgjatë shumë pa e provoj. Atu po i shifja nga larkë, më pëlqenë shumë. Gjithani, lidhja e ushtrimeve për trurin ishte një pjesë tjetër për cilën folëm. Por lidhja që ka truri me ushqimin, pra ato që ka ne konsumojmë, është një lidhje e pashmangshme. Ja disa ushqime tani që do të ndihmojnë trurin për të qenë në eficiencën më të madhe, për të ndihmuar atë të jetë i përqendruar dhe për ta ushqyer siç duhet. Ndiqeni këtë material e rikthehemi shpejt. Ushqimet kanë një ndikim të drejtë për drejtë në trurin tonë. Ekspertët kanë zbuluar fakte shkencore shumë interesante që hedhin dritë mbi ndikimin e ushqimit në trurin tonë. Truri ka nevojë për yndyrnat nga ushqimet për të mbjetuar. Nëse do të hiqnim të gjitha lëndjet nga truri, shumica e peshës së tij do të varej nga lipidet ose yndyra. Pjesa tjetër e lëndës përbëhet nga glukoza, mikroushqyes, aminoacide dhe proteina, të cilat marrin energji dhe rinovohen nga ushqimi që ne ham. Në mënyrë që të mbani trurin tuaj të shëndetshëm, mos u kurseni në ushqime si arorët, farat dhe peshku të pasura me acidet yndyrore. Ushqimi dhe gjumi. Nëse pas konsumimit të ushqimit në darkë i energjik ose pas ngrënies së drekës i përgjumur, kjo do të thotë që truri juaj nuk është as pak i kënaqur me atë që ke ngrënë. Ushqimet e rënda dhe plot yndyrë para gjumit të mbajnë zgjuar, sepse trupi ka nevojë për shumë kohë për ta tretur atë. Kafeina në pijet e gazuara së bashku me çokoladën gjithashtu do të mbajnë zgjuar duke e vënë trurin në punë në teori dhe praktik. Yndyrnat në ushqimet e përpunuara janë të dëmshme për trurin. Yndyrnat e quajtur trans që gjenden kryesisht në ushqimet e skuqura dhe ato të përpunuara ndjeshëm do të kompromentojnë shëndetin e trurit nëse e teproni sigurisht. Studimet kanë treguar që yndyrnat trans përkeqësojnë kujtesën, kufizoni dozat e këtyre ushqimeve dhe do ta bëni trurin tuaj të lumtur. Ushqimi ndikon në ndjenjat tuaja. Studimet kanë zbuluar një lidhje mes humorit të mirë dhe ushqimeve të pasura me acide yndyrore omega 3, magnez, triptofan dhe folan, si dhe vitaminat të tjera të kompleksit B. Ngrënia e frutave, perimeve, ushqimeve të pasura me omega 3, proteinave dhe karbohidrateve komplekse, por edhe pirja e mjaftueshme e ujit, do të bëjnë një ndryshim pozitiv në humor dhe mirëqenien e përgjithshme. Nëse dëshironi të shmangni luhatjet e humorit dhe të përqendrimit, hiqni dorë nga karbohidratet glicemike, siç janë buka e bardhë dhe ëmbëlsirat, të cilat ngrejnë rrufeshëm nivelet e sheqerit në gjak dhe në tru. Karbohidratet komplekse siç janë bishtaja dhe drithrat rrisin nivelin e sheqerit në gjak në një mënyrë më të ngadalë, duke ndihmuar trurin tuaj të jetë më i përqendruar dhe më në formë. Ushqimet që rrisin fuqinë e trurit. Cilat janë ushqimet që duhet të zgjidhni për të rritur fuqinë e trurit tuaj? Produktet që ne konsumojmë çdo ditë apo edhe dietat e ndryshme që ndjekim janë të lidhura drejt për drejt me fuqinë e trurit. Me rritjen e moshës, qelizat e trurit tuaj vdesin, por ekspertët kanë konstatuar se qelizat mund edhe të gjenerohen, kjo bazuar në atë çfarë ham dhe aktivitetin fizik. Nëse ju jeni duke ngrënë vazhdimisht në mënyrë të shëndetshme, atëherë ju jeni duke u kujdesur siç duhet për trupin dhe mendjen tuaj, por ka disa ushqime që kanë një rol të rëndësishëm në fuqinë e trurit, thot Rebecca Katz, autore e librit Healthy Mind Cookbook. Ja cilët janë këto ushqime që rrisin fuqinë e trurit tuaj dhe rigjenerojnë qelizat e vdekura. Thjerrzat, nenexhiku, farat e kungullit, lulelakra, sardelet, bajamet, panxhari, kanella, çokolata e zezë, ginger. Mirë të rikëthyet është pjesa e fundit e këndit të gatimit për ditën e sotme dhe ju kujtoj që kemi bërë plot 3 receta. Janë gati, kemi servirur mbi tryez, janë pjekur, si kundër edhe makaronat, edhe mini keks të vegjël të kripur me kungull, së salata na ka mbetur vetëm dressingu për ta hedhur, sepse gjithmonë hidhet sa po ajo konsumohet. Faleminderit. Dhe deri tani kemi provuar pak e nga pak nga të gjitha.
Me salatën kemi përfunduar. Po, është e vërtet, do të hedhim dresingun, më pas do të hedhim arrat e karamelizuara. Ideale. Pak me krip, jo shumë sa ne të na mos ham asnjë gjë tjetër më pas, të vegjël, praktik. Kam bërë për fëmijët. Për fëmijët, po është e vërtet. Po pra, pak krip sa duhet. Kemi edhe arrat shumë të mira. Dhe çdo hani juve. Sot është një dietë aq e shëndetshme, kundër çdo ditë këtu në Këndin e Gatimit. Shpresoj dhe uroj që edhe avisat që na ndjekin, të ndjekin këtë lloj mënyre gatimi dhe përkushtimi që i bëhet gjithmonë pjatës dhe tryezës, në mënyrë që e gjithë familja të marrë atë më të mirën që avisat vetë dhurojnë me dashuri. Ja. Më mbeti me rakë, të ngrimi kja. Për vetë, kam ngrënë ara me të karamelizuara shumë të shishme. Dhe të gjitha këto receta, zonja Vjosa, të treja, kam përshtypjen se kombinohen bashkë. Po. Duke patur parasysh përbërësit që kanë në to. Këto të dyja nuk mund të them që kombinohen brum për brum, por duke qenë sallata në mes, mund të ham edhe mini kekët me kunguj, me sallat dhe jemi okay, jemi shumë mirë, ose makaronat pikërisht me këtë sallatë shkojnë shumë. Dhe sa praktike që janë, zonja Vjosa, në këto letrat, shumë praktike, por ne përtojmë. Kjo është ideja. Unë jam shumë e sigur që të gjithë e kam pëlqyer dhe të gjithë on sa mirë sa këndshëm dhe asnjë nuk e gatuar në shtëpi, do të përtojmë. Mos përtoni, por bëjni, si thuash, yzmetin shëndetit edhe veçanërisht shëndetit të fëmijëve duke i përgatitur në forma të ndryshme, sepse dy të tilla për me vete në shkollë do të eliminonte ushqimet që t'i bënin obez dhe do të shkaktoni probleme me shëndetin, sikundër është një alarm sot në botë. Tani po bëjmë gati edhe makaronat. Janë shumë të nxehta, Sa po i kemi hequr në fang nga fura, është e vërtet. Kam frikë se kur ti heq do dalin si mozzarella, po, mozzarella duke shkrirë. Do krijohet në një problem, po Unë talim edhe këshu, po të duash dhe Vjosa. Anvisat më kuptojnë, duke u piksur një qik, duke u ftohur, sigurisht që ajo del si një trup i vetëm më pas, po jo që të ftohet komplet. Më kënaqa me këtë kekun? Jo, duhet ta lëm të ftohet. E lëm të ftohet dhe unë bëj një përmbledhje të përbërësve të kekëve, kek të vegjël të kripur me kungull, për cilën unë sa po e provova dhe më shijoj veçanërisht shumë, 2 kokra vezë përdori zonja Vjosa për 12, llogarisni për 12 për masën e tavës 12 mini keks të vegjël, 2 kokra vezë, 60 ml vaj, 100 ml qumësht, 1 lugë gjelle sheqer, 1 lugë kafeje krip, 1 lugë kafeje pluhur pjekës, 230 gram miell, 1 kungull i njom, 50 gram djath kaçkavall të tymosur. Pra, dhe vlera e mini kekëve është sa, do thuash ti? 300 lek. Jo të vjetra, 300 lek të reja, 3000 lek të vjetra. Po, do llogarit 12 sop për një javë nga 2 kek të madje vegjël. teprojnë përbërës të tjerë, duke llogaritur që e ke bler një shishe qumësh dhe qumëshin e ke në frigorifer. Edhe për recetat të tjera më pas. Makaronat i lexuam përbërësit, tek sallata do doja të ndalesha, është veçanërisht e shishme me panxharin, me thjeshtat e zjera, me arrat e karamelizuara, me djath dhije, me qep, me koper. Ndërsa për dresingun përdorëm mustardën helmas, vajin e ullirit, mjaltin, uthullën, uthull molle, veçanërisht, e veçantë pra në gjithë salcën e përgatitur, dhe në fund fare arat e karamelizuara. Arat e karamelizuara që mund të konsumohet edhe ftohtë. Sepse arra, këtu i bie për 15 gram, shumë pak arra për secilin nga ne, se 60 gram janë gjithsej. Arra, duke mos qenë sheqeri, duke u karamelizuar, hidhërohet pak, kur nxihet, kur kuqëremet sheqeri, fillon nga e verdha, e lëm pak të bëhet më e kuqe. Si më e kuqe. Dhe fare, dhe pse janë 2 lugë sheqer të shkruara në dras, nuk i ndjen absolutisht, madje edhe kur e ha me arrën, kam 5-6 deri tani dhe nuk e të bëftë mirë,
E ndjen sheqerin? Absolutisht jo. Sepse karamelizohet dhe është e pjesa e... Më pëlqen aroma. Trazohet e ëmbël me të hidhur e një shije neutrale, nuk di çfarë them. Po, është ajo aroma karakteristike. Ta studiojmë mirë. Arra me djathën shkon shumë. Unë për shembull kushte disa herë ha buke djathë dhe arra. Më shijon jashtë. Edhe sidomos ku janë të njohura. Harroj, do thonë ju mangu t'i ke dhe arrat edhe. Harroj. Nuk di që atë po harroj. Çdo gjë në masën e vetë, po janë ushqim i shëndetshëm shumë me omega 3-shin dhe me gjithë vlerat që ato kanë, ne kemi folur shpesh, nuk duam të bijem në përsëritje për këto përbërës. Kur jemi me një përbërës të ri, sigurisht ne japim dhe informacion të përgjithshëm mbi vlerat ushqimore dhe pse duhet ta konsumojmë dhe si duhet ta përdorim atë në dietën tonë. Këto ishin 3 recetat dhe si gjithmonë zonja Vjoca, sa herë që ti lodhesh dhe gatuan pafundësisht, në doja t'ishte ftorë dhe makaronat, po gjuna që ti... Dërë tani ma kishe bërë dhe qaj, me ujë fab, një po, qaj, vërtet. se unë jam për qaj sot. Ti për qaj, dhe mos qaj shtogut kam dëgjuar. Bën shumë mirë për gjendjen gripale, për ta parandaluar dhe për ta shkurtuar kohën e largimit të virusit që i është pipranishëm tani kudo, edhe vështirë në fakt se mund t'i shpëton të ndonjë. Mund t'i provoshin që ka të makaronat aty? Po ma bëjnë me sy në fakt se po pëlqen fakti që ato janë kështu të buta ende, janë të buta nga salca, janë të mbushura me salcën në brëndësi të tyre, me salcën e domates dhe... Po, mbak, jatën aty, ha? Shika një. Kombinimi me borzilokun dhe me domaten është fantastik gjithmonë. Shumë mirë. Mozzarella po ashtu me atë elasticitetin kur ne e konsumojmë. Rigoni nuk është tepruar, domethënë përzien së bashku dhe janë një aromë. Më pëlqen kjo borziloku që bjen në pa. Dhe mozzarella, borzilok edhe domate qeshi është kombinim që në çdo pjatë që e shohim dhe të përdoret edhe të konsumohet, me një shije fantastike. Edhe salca bën punën e vet. Salca e ban të buta akoma. Nëse ne kemi thënë për çdo recetë ne japim se si duhet. Në rastin konkret duhet pure salcë. Po, po ta shohim tani këto nga brenda. Po. Pjesa e makaronave do ta hedh kështu. Po, hidhe. Është e butë. Po, shumë e butë. Dhe edhe nga mozzarella, që është granituar me djathin parmigjan. E hodhëm në fund fare, ndaj ne po e vazhdojmë të shijojmë bashkë me zonjë Vjoca dhe bashkë me stafin që ne punojmë vazhdimisht për ju në mënyrë që t'ua bëjmë më të lehtë ditën. Të falenderoj zonja Vjoca, sigurisht nesër kemi të tjera kuriozitete në gatim, kombinime ushqimesh edhe recetat të thjeshta, të gjitha u bën shumë thjesht, ju e ndoqët, kështu që ja vlen të gatuani bashkë me ne dhe të mësoni sa më shumë prej tyre. Keni edhe portalin lider të informacionin balkanu.com, rubrika gatimi, vjen zonja Vjoca e shkruar, si të thuash, në të gjitha recetat që ajo sjell këtu në këndin e gatimit, i gjeni edhe në balkanu.com, po ajsa na gjeni edhe në YouTube, jemi kudo. Thjesht për ju edhe për shëndetin tuaj, për një stil më të shëndetshëm jetese. Të falenderoj zonja Vjoca edhe një herë, bashkë jemi pas pak. Mirupafshim.